Është zhvilluar takimi përmbyllës i Komitetit Pilotues për rihapjen e Liceut Franko-Shqiptar të Shkencave dhe Inovacionit në Korçë. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro dhe ambasadorja e Francës Catherine Suard. Ky është një nga projektet e rëndësishme edhe për qeverinë shqiptare, që vjen si frut i bashkëpunimit midis Francës dhe Shqipërisë. Projekt që do t'i shërbejë jo vetëm arsimit, por do t'i shërbej shumë më tepër se sa kaq fuqizimit të marrëdhënieve të dy vendeve tona, duke mbjellë një pemë të përbashkët në atë që mendoj është investimi më i rëndësishëm që mund të bëjë një vend: arsimi, shkollimi, edukimi. Gjithmonë e më i rëndësishëm në kohërat në të cilat po jetojmë. Për rihapjen e Liceut Francez të Korçës është dashur një vit studimi, ndërsa tashmë janë përgatitur edhe programet e përbashkëta franko-shqiptare. Ministri i Arsimit ka miratuar gati 90% të kurikulës, ndërsa nxënësit në përfundim të këtij liceu do të marrin një diplomë që do të jetë edhe matura shtetërore, edhe bakaloreati francez, një diplomë që do të jetë ndërkombëtarisht e njohur. Projekti është një ambicie përbashkët mes Shqipërisë dhe Francës. Në fund të fundit, ky është një projekt politik, i cili mbështet transformimin e Shqipërisë, një transformim që po ecën me hapa të shpejt, duket se Shqipëria di të zgjedh burimet dhe të marrë modelet dhe pikat e referimit për të ecur drejt edukimit të së ardhmes, drejt shumëgjuhësisë dhe shkencave, në mënyrë që të ketë rrugën e hapur drejt bashkimit evropian. Liceu Francez i Korçës ishte një ndër institucionet arsimore më të rëndësishme në Shqipëri gjatë fillimit të shekullit të 20. Ai ndikoi fuqishëm në formimin e një brezi intelektualësh shqiptar, që më pas do të kishin rol kyç në zhvillimin e jetës kulturore dhe politike të vendit.